Cili është Chelsea, është pyetje pak standarde, cili është Chelsea i suksesit, tënd personal? Ka shumë shprehje motivuese që qarkullojnë në internet, ka libra të marketingut, sipërmarrjes që flasin për këtë gjë. Ti vetë, kë ke Chelsea suksesi? Po më e fuqishëm Chelsea që ndodh te njerëzit është heqësh frikën. Sepse njerëzit ngaherë i vret ajo frika. Edhe frika që duhet qenë, po jo kjo. Tani edhe unë kur kam hapur cerenin e parë, sepse njerëzit e na shkalojnë, kur kam hapur cerenin e parë, unë thoja o Zot, të vetëm të mushët ky parkimi i parë këtu. Parkimi mund të mirë edhe 10 makina. Aq kërkohen atë kohë. Aq kërkohet. Do të flas tani po të pyesër, s'ka gjë pse hapet një lokal tjetër, se është shive ndryshojnë gjërat kohë me kohë, gjëra edhe ekonomia kur bën ty më të fortë, edhe do thoya që të kisha vetëm këtë. Po ama 6 muaj frika pra, jam frika, të thuash ti se mund thua që ai smeti po e sa jonde, po made up, apo po jo. Ti ke njerëz që ke dëshmitar, që si mua kam nisur punën me miq, me shok, me çdo gjë që më kanë sjell furnizime dhe e din se e kam nisur. Po prap frika ime nuk ka qenë, sepse kur jam nisur unë që do hap këtë lloj gjëje, do bëj këtë lloj gjëje, ka qenë unë vetëm një gjë ditë them që i them fëmijëve mi që janë krenar, shumë biznese nga mbrapa që kam hapur janë frymëzuar nga ana ime. Tani, se mos më fol në ty për këtë gjë, nuk e di për çfarë më fol. Çfarë duan shqiptarët të shijojnë, të hanë? Çfarë ju pëlqen më shumë? Domethënë ke një perceptim se doja të diskutoj, kanë disa pyetje që lidhen me ushqimin, përgjithësi në Shqipëri. Çfarë ecën më shumë? Shive, sepse un kam 2 kategorish restorantesh. Kam tradicionalin edhe branchin që dolen, edhe që është më po un kam harru të sjell pkucët sot. Se ti njerëzit do t'ja tregojmë që emrin Inc e ka vendosur drini. E kam një dorë, ju kam lënë një shenjë. Po e ke atë unë të them është një shkurtim i emrit. Sepse isha i vetmi i parë, thash kam thënë kështu, brother, atë pëlqen ky lokacioni, nuk e dim, ke thënë kështu. Po kam 2 emra. Ke thonë, çfarë mendon ti? Ti më the, unë pëlqen Inc. Ka qenë kështu? Po, e vërtetë. Edhe ka qenë një Inc edhe të kam thënë, do shikosh që ky do bëhet një branch, do bëhet shumë viral. Ka qenë kështu? Po si emisioni, do bëhet emisioni viral. Po si të bëhet viral? Qëse hëna rrin gjithmonë kështu, viral. Është kënaqësi gjithmonë që të kem mundësi që të ndihmojmë njëri tjetrin dhe me ide apo me kështu. Jo, unë këtë kam gjë të hapur që jo përveç te, po kudo jam një tip që njerëzit që kanë për shembull ti e marr me botën e televizionit që mos e vendos vëmendjen te. Nuk është më bën merit aty se unë ti them zurrat gjërat, po dua të më jep pak info për këtë pjesën e ushqimit. Dëgjoj, imagjino kështu, njerëzit janë duke parë dhe shohin Ismetin dhe kanë edhe ata këtë pyetje në kokë. Ore, çfarë duam ne, çfarë nga eksperjenca që ti ke me restorante? Të flasim shumë hapur troç, tani shqiptarët duan të kenë tavolinat plot. Dashtë e mirë, dashtë e keq, po është edhe një gabim, është edhe një e mirë. Është një mirë që okay munduash kërkosh, po do të kuptojmë edhe një gjë. Ka kur unë them, më vjen keq, mos ma mirë për keq sepse unë as haj shumë du me shit edhe ai shumë lek du me bë. Pa ama të marrësh aq shumë, edhe nuk ka herë që vetëm të ta mushësh ti bëj shefin ka miku, ka filani, ka fisteku. Më mirë me unë këtë e bëj, pa na arsye kam bërë këtë menu të tillë. Ore po jo, po na ke bërë pak. Po pse do ankohesh, i them më i dashur? Po ti kërkoje prapë se ti jemi një restorant, nuk është se jena ftu mi dasëm edhe kaq e ke limitin. Ti kërkoje prapë edhe bëhet, sepse kanë qef ta mushin edhe më mrapa. Tani un kam tani s'është mirë me bë, po tani kap ka herë e vetëm me marr hajse për qeve dhe të hidhen, nuk do të hidhen. Se ai ky stomaku ka herë ka dhe i limit që mund të marrësh. Po shqiptarët tash janë gjë, po kanë dy pjesë po që duan. Më mrapa janë pjesa që ne shqiptarët jemi degustues. Edhe ne shqiptarët gjithë Shqipërinë gatojmë mirë. Si e ke sot marrëdhënien me pasurinë? Do me thënë, ti ke qenë, i tregove një histori që po thuj se më preku në kuptimin e peripecive, se kur dëgjon histori të tilla gati 2 javë në rrugtime të tjera, punët e vështira në Angli, dhe tani duket sikur gjërat kanë shkuar mirë. Si e ke marrëdhënien me mirëqenien, me pasurinë? Pasurimin apo të ardhurat e vitit? Do të them faleminderit Zotit, mirë është një gjë që ti e menaxhueshme, është një gjë që ti çfarë do të thëni me pasurinë. Ke një gjë që ti me një pasuri, po hap një biznes, nuk i tremësh, sepse thua unë kam diçka
sado qoftë, edhe if I fail, më fal, ose qofse unë dështoj, nuk më mërzitem shumë se kam gjën tjetër që përmend. Normal shprehën se në këtë emision nuk ta thuash. Jo, po është halli që ti e ke normal, asnjëri nuk ka që të dështoj. Harroje. Çdo njeri me guximin, sepse nuk ka njeri kot me hedh lekun këtë, po kur po të bën më të fortë kur e ke një ekonomi më të mirë, që thua ti e bëj për ëndër të bëj një gjë. Po flasim për Incin, kur ka qenë Inci kur hapa unë që po bën 2 vjet tani, që bëri 2 vjet Inci tani, kur hapa modelin e branchit, do hap këtë lloj strategjie sepse ishte ajo, njeriu ka çika egon, po jo egon për keq, xhelozia. Egon, ama çat di me boj smetë se vetëm një gjë mirë di me bë, vetëm djath di me nxjerr këtë gjëra. Edhe ti ke gjën që më ke bërë që më ke thënë tek alaje që kam dëgjuar. Është e vërtetë kjo gjë? Sot flasim pastër, nëse jemi këtu late night show, do të më fol pa dorashkë. S'kan filluar akoma me të late night. Jo, do të them që thon këto. Edhe unë ishte ajo ego ime, unë hapa një diçka tjetër që branch ka shumë gjëra të ndryshme me nu. Tani këto di më bë, gjëra katunare di më bë. Edhe ne dum shumë ato, apo? Dëgjoj, kush ka mbështetur mos shumë të në gjithë të projekt? Ka njerëz si ju e mirë njohës, apo flitet edhe mase që ka njerëz të tjerë që mund ta kenë mbështetur Ismetin dhe që mund t'i kenë dhënë mbështetje. I ke bërë gjërat vet? Shive, unë çdo gjë i kam bërë vet, po njerëzit e keqkuptojnë pak këtë gjën e kryeministrit Rama që shumë thonë që e kapin sens që has oligark, pastroj pasurinë e kryeministrit, që sot do ngjelte kryeministri me pastroj lekët e mia e bi vaj me deta, kupton, po unë ditë them një gjë që kushdo që e shikon këtë, po ti shkruash kryeministit që ti ke një projekt të mirë edhe do Shqipërinë të bësh një gjë të mirë, gjithmonë kryeministit t'i jap dyert të bësh diçka të tillë. Unë kam thënë edhe te podcasti i kryeministit që am ka mbështetur te ky projekti, po e vërtet. Po nuk është se kryeministi më ka mbështetur financiarisht. Ka mbështetur, i kam dhënë një projekt që unë duhet bëj një gjë të tjerë. Ai nuk aplikojnë shumë njerëz tjerë. Po, siç kam bërë një aplikim të tjerë, është një VKM 1 euro që është një pron që unë kisha një tokë aty, ai tha jo këtu, ma tha shumë bukur edhe pastër, tha ti restorant për restorant e ke këtu, pse do bësh? Ti do të bësh një gjë që të bësh histori. Ama ti ke qenë vet, e ke parë që nga fillimi që si ka qenë me fet. Po jam një dëshmitar i jetësurisë. Po, e din shumë mirë, po që ka qenë me fet, edhe unë e kam mbrojtur çdo historinë. Ajo krenar ku shumë jo është diçka që ti e di, thonë në një ambient shoqëror apo shpeshherë të vogël, siç është edhe Shqipëria, që gjërat komentohen dhe ndonjëherë raporti me suksesin e tjetrit është shumë i diskutueshëm. Ndaj edhe jo, unë nuk unë po ta flas shumë hapur, nuk është se më ndikon shumë më te kjo, ndoshta nga fillimet e mia, sepse nga gjëra që po postoshin që po shive ka një gjë. Qofse ndodh një gjë në Shqipëri shumë e vogël, the shumë bukur, po qofse një personazh Ismet Shehu ka marrë një tender, ka marrë një fond që kanë qenë këto AZBR-t e këto tjera, unë im nuk se i kam bërë çdo gjë, normal që mund të kem marrë kredia, kam punuar gjithë të që ka punuar edhe familja ime, i munduar. Po kuptoj njerëzit tani sepse ka dy gjëra që duhet i ndryshojmë edhe që duhet i sepse unë po të flasë njerëz e thonë, po qofse unë mirë, pra unë pas e bokëm unë lokalin, po kryeministri po i mush me njerëz për ditë.